Mbi 1000 besimtar musliman janë ulur në iftar të përbashkët në ambient të hapur në Gostivar. Iftarin e si vjetëm e organizoi Komuna e Gostivarit në bashkëpunim me Muftininë e Gostivarit. Kryetari i komunës Valvon Limani besimtarëve të cilët morën pjesë në iftar u ka shprehur falënderim për planimin e ftesës dhe përkujtoi se kjo është ngjarja e dytë që organizohet me rastin e Ramazanit. Sonte kemi iftarin e dytë tradicional këtu në qendër të Gostivarit, ashtu siç e bëmë edhe vitin e kaluar dhe si vjet në bashkëpunim me Muftininë e Gostivarit, një iftar i hapur për të gjithë qytetarët e Gostivarit, pa dallim prej cilës klase vinë. Iftari i cili dërgon mesazhin e solidaritetit, e bashkimit dhe e mirësisë në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Uroj që ky iftar të mbes tradicional edhe shumë vite të tjera në të ardhmen. Ky iftar organizohet siç e ceka me ndihmën e Muftinisë së Gostivarit, por gjithashtu edhe donatorë të shumë të cilët u bën shkaktar bashkë me Komunën e Gostivarit dhe me Muftininë që ky iftar sonte të realizohet. Myftoi i Gostivarit Sabaudin Zendeli potencioi se kjo ngjarje është një herët edhe ibadet, duke falëndëruar për bashkëpunimin me qeverisjen lokale, e cila ndihmoi në organizimin dhe siç njoftoi, gëzimin e iftarit ta përjetojnë të gjithë qytetarët e Gostivarit. Jemi në kohën e iftarit, në kohën më kulminante që agjeruesi përjeton gjatë ditës duke ju përkushtuar këtij ibadeti. Sot është një ditë e veçantë dhe është koha e veçantë e këtij iftari, sepse për herë të ditë radhazi në bashkëpunim Komuna e Gostivarit me Muftininë e Gostivarit organizojnë iftarin e përbashkët, ky iftar ku afrojnë njerëzit njëri me tjetrin, iftar ku shprehim falënderimet tona të Madhit Zot për të mirat që na ka dhënë dhe mundësinë që të arrijmë këtë muaj të begatë të Ramazanit. Ky iftar ku momentet e këtij iftarit na simbolizojnë faljen, mëshirën, begatitë të Madhit Zot mbi robërit e sinqert, të cilët me agjerim dhe me përullësi, me përkushtim janë qasur që të agjerojnë muajin e bekuar të Ramazanit. Mua nuk më mbetet gjë tjetër vetëm se të falenderoj kryetarin e komunës së Gostivarit, zotëri Valvon Limani, sidomos për iniciativën e vitit kaluar, që gëzimin e iftarit bashkërisht të gjithë qytetarët e Gostivarit dhe rrethinës ta përjetojnë së bashku një natë të këtij gëzimi, kjo të vazhdon dhe të mbetet traditë e bukur e këtij qyteti. Allahu boft kabull të gjitha ibadetet dhe agjerimet që i bëjmë gjatë këtij muaji të Ramazanit. Iftari i sonte ishte i dyti që organizohet me radhë dhe qëllimi i organizatorëve është që ai të bëhet tradicional.